Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazit të nderuar, pas falënderimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, përshëndetje ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu e falenderojmë edhe Nikoqirin, vllahun ton Shkëlqimin, i cili na tu bëj në këtë mexhlis të xhairit. Siç ka thënë edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, që kush nuk i falenderon njerëzit, se falenderon as Allahun subhanahu wa taala. Ai çfarë përzgjedha sonte ka të bëj me një përmbledhje të Shekhu Thejminit rahimullahu taala, disa rregulla të përgjithshme të rëndësishme për suksesin e rigjallërimit islam, apo kapjen pas Kur'anit dhe Sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Siç e dim vllazni, me të vërtet ky rigjallërim është duke ndodhur. Po vrehet gjithkohë. Që ky rigjallërim që po bëhet në Kosovën tonë para 30-40 vjetë nuk ka qenë. Bashkë që tash në xhami që kesh subhanallah këtu, po shikoj, do me thonë, safat për shikoj këtë tri, subhanallah. Edhe rinia bën ndryshime. Vallaj rinia bën ndryshime. Pa i akuzu, pa i kritiku plesht, se dhe ata e kanë mbajt këtë fe. Mirë, po rinia është ajo e cila punon. Dhe kjo është kënaqësi shumë e madhe që rinia pikëthe dinit Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po në çet rigjallërim, normalisht ky rigjallërim duhet me qenë i kontrolluar, sepse del prej dorsh. Kur del prej dorsh ky rigjallërim, atëherë ndodh problemet, siç po ndodhin problemet. Dhe ky rigjallërim, nëse kapet pas ulemave të ehli sunetit, dietarëve të ehli sunetit, dhe ata me qenë prisat tonë në aspektin e fushës së davetit, na shumë lehtë pastaj kemi ecë. Nëse secilin kokë në vete pa pyet, që shtot Allah subhanahu wa taala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, pyetni njerëzit e dhikrit për ato që nuk dini. Nëse ne e marrim fen në dorë pa i pyet ulemat dhe bëjmë ijtihad me kokat tona, atëherë këtu është problemi. Dhe për atë arsye janë shtu shumë grupe, janë shtu shumë sekte, janë shtu shumë mendime, ijtihade jo të duhura, dhe po lindin probleme. Dhe shumë ma letë pastaj anti-islamistat të sulmojnë. Se ta qetë një odi, ta qetë një host, ta qetë një person, midis televizionit ta qetë, edhe ta qonë gishtin e i havo, edhe që kam i bon të asha ati. Edhe kjo është problemi madhë, që pëndot tek muslimanët. Pastaj thot Shekhu Thejmini rahimullahu taala, thot të gjithë e dim, thot, ndodhin e Ebu Sufjanit me Herakliun. E dini që në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Muhamedi alayhi salam ju ka qu letra për mu udhëzu, apo për andorëve të mëdhenja. Edhe shkon Ebu Sufjani te Herakliu, edhe i tregon, thot të na ka dalë një pejgamber që pa adhuron Allahun, është i moralshëm, nuk është gënjeshtar, i thret njerëzit me adhuru Allahun, mos mi bo shok Allahut subhanahu wa taala, mi ndihmu njerëzve në humanizëm, në respektin prindërve, krejt mirat ja tregon. A di çka i thot? Shikoni çka i thot Ebu Sufjani. Thot, nëse është e vërtet ajo çfarë ti po thu. Herakliu. Po. Herakliu i thot Ebu Sufjanit. Nëse është e vërtet ajo çfarë ti po thu. Këta njerëz apo ky njeri ka me sundu çto në kokën tëme që e kom. Në këmbët e mia, në këmbët e mia. Kërku nuk ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam me pushtet. Kërku neç. As arabët se kishin pranuar. Familjarët e vetë kishin kundërshtu. Mirë, po sinceriteti i tij bëri që ai ta merr dhe Shamin. Mirë, po duhet me kuptu metodologjinë e saktë të përmirësimit. Nëse e mësojmë metodologjinë e saktë të përmirësimit, me urtësi edhe me maturi bëjmë davet, me lejen e Allahut ndryshimet kanë marrë shumë shpejt. E nëse mundosh ndryshimin me bo, po themi për 24 orë, 48 orë, ki mu privu nga ajo e mirë. Ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse mundosh me bo ndryshimin për njerë, ki mu privu për asaj që po dën me e bo. Sepse, na kemi shembuj konkret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që 13 vjet çka ka bo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam davet në tauhid subhanallah. E kanë qit plancat në kokë, para çabës ka qenë. Pi vjen Fatimia, ja Resulullah. Gjitha këto gjëra e kanë gjakus Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vallahi na nuk kemi çat gjendje. Kërkush zguzon neve me na gjakus. Po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kanë gjakus. Dhe ka bo sabër. Kanë ardhur me laçet. E ku
kodrave për me shkatru atë popull mushrik që ka qenë idhujtor. Po s'ka pranu. E na, me bo me na shajt për njerë dalim jashtë kontrolës. E kjo është fatkeqësia jonë. Bile shumë kemi të mira na, Allahu që po na jep, e ne nuk i krym obligimet fetare që i lyp Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Ndaj mund të themi, nëse muslimanët do t'i ktheheshin sinqerisht fesë Allahut subhanahu wa taala, animo kur janë edhe udhëhecit, edhe populli, ku ka sen më të mirë. Ku ka sen më të mirë. Populli zbashku me udhëhecit, më konë, para mëna ti ku ta she udhëhecin të në xhami bashkë me ti. Çfarë seni mirë është kja? Më konë bashkarisht me ndryshu çështjet e këqija që janë të përhapura në mesin e muslimanëve me lejen e Allahut subhanahu wa taala, dhe normalisht atëherë Allahu subhanahu wa taala ta mundson që ti me udhëheq botën. Atyre nga mesi juaj, ka thonë Allah në Kur'an, suratu Nur, ajeti 55. Atyre nga mesi juaj, të cilët besuan dhe bën vepra të mira, besuan me një besim të saktë, apo pa shirk, pa kufër, pa këto gjëra, edhe bën vepra të mira, që konsistojnë me Kur'an dhe Sunet. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, thot pas frigës që e kanë pasur, Allah subhanahu wa ta'ala ka mi bo udhëhecën tokë. Po kushti kryesor është në fund, ata më adhurojnë mua dhe nuk më shoqërojnë asgjë. Besojnë me besim të pastër, dhe më thonë të syje tërbje, mi pastru dhe mi eduku këtë gjenerat. Kush e bëjnë? Të e bëjnë thirrsat islam. E pastrejsh miletin. I hekish, i largësh gjitha bestytnit, bidatët, gjitha gjëra që janë në popull, pastaj e edukojsh atë gjenerat, që ndryshimi. Edhe çfarë? Kushti po thot në fund, nëse nuk i bëni shirk Allahut, Allah subhanahu wa ta'ala, juve kam ju bo udhëhecën tokë. Më thonë, udhëheca ju bën tokë nëse ju i ktheni dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj edhe një çështje tjetër. Nëse thrasim në nacionalizëm, kjo është problem. Por se du të me bo dallim mes nacionalizmit dhe patriotizmit. Patriotizmi lejohet në islam. Unë e du vendin tam. Po nacionalizmi nuk lejohet. Nacionalizmi nuk lejohet në fe. Sepse nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit, illa bit taqwa, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Përveç se me devotshmëri. Mundet më bo shqiptari më i mirë se sa kush, se sa një arab. A dini rastin sot, bile që të kohët e fundit isha tu e lexu librin Disfata e Perandorisë Osmane edhe shqiptarët. Një historian e ke shkrujt, realisht një oficer e ke shkrujt në Perandorinë Osmane, edhe kish përkthy Shasivar Kabashi, që Petriti e ka të vet, edhe ja mora librin, po tregon sa interesant për Gjon Turqit. Ju e dini më mirë, po, që është çështja Gjon Turqve, subhanallah. Para meno vllazni, Gjon Turqit janë në periudhën e fundit, ka qenë një lëvizje centraliste, nacionaliste, dhe mbrapa i ka pas edhe disa sionistë. Edhe çfarë ka bo shqiptari pe Strugës Ibrahim Temo, e ka bo një organizat, bashkimi dhe përparimi, që kjo organizat u bo sebeb në rëdzu Sultan Abdulhamitin. Shqiptari u bo sebeb. Pastaj, kur e ka po kjo Ibrahim Temo i Strugës, nacionalizmi që i kanë dhonë hof Turqit, apo Turqit e rinje, zhën Turkler i kanë thonë, edhe atër edhe kjo u largu pastaj. Mirë po, pastaj ka pas luft mes shqiptarve këtu, edhe Gjon Turqve, e që shqiptar tonë kanë qenë, vetë që kjo oficiri turk thot kanë qenë në anën e artë të historisë, sepse këta kanë qenë fetar, ndërsa këta Turqit e rinjë, Gjon Turqit kanë qenë bile, thot këta i kanë shpall ta si murteta. E nuk është çudi që një pjesë e jona e shqiptarve që e kanë lënë fen, Allah subhanahu wa taala ja u qenë një anglez, një amerikan që e ka pranuar islamin, edhe ato që e kemi lënë na e marrin ata. Se çështo është ligji i Allahut në tokë. Çështo është ligji i Allahut në tokë. Ti e le, vjen dikush tjetër edhe ta merr.
Lumë na që i kemi këtë islam, subhanallah. Pastaj thot, nëse ky zgjim që ka përfshirë rinjët musliman sot nuk mbështetet në librin e Allahut, edhe në sunetin e pejgamberit alayhi salam, nuk ka me pas sukses. Keni pa për shembull grupe të ndryshme që 100 vjet. A kanë bën ndonjë ndryshim konkret? S'kan mujt me bë. Nuk kanë mujt me bë. Që 100 vjet bëjnë këto organizatet e ndryshme që bëjnë në emër të xhihadit apo që i bëjnë këto gjëra, a kanë mujt me bë diçka ndryshim? Jo, vëllaja. Sepse nuk janë në metodologjinë e saktë Muhamedit alayhi salam. Dhe metodologjia e saktë është tasfiya, tarbia, pastrim, edukim. Pastrim, edukim, derisa Allah subhanahu wa taala ti forcon muslimanët inshallah taala. E para thot është kthimi tek libri i Allahut subhanahu wa taala, ndaj nuk mund të ndeshësh një njeri më të qetë dhe më të gëzuar se besimtari. Vallahi çështje e çuditshme është e besimtarit. Kur ta godet ndonjë e keqe, ai bën sabër edhe ka shpërblim tek Allah. Ndërsa kur ta godet ndonjë e mirë dhe ja çon një të mirë Allah subhanahu wa taala, knaqet me ato e falendron Allah subhanahu wa taala, edhe të dy anë ka shpërblim. A ka mirësi më të madhe? Këtë feja jon është sadaka dhe shpërblim. Një buzëqeshje ndaj vllajt tënd ke sadaka. Një dhënie dorës, një shtrëngim i vllaut tënd, mëkatet bien nga trupi i tij. Një falje namazit, ka thonë Muhamedi alayhi salam, ku thu Allahu Akbar, mëkatet i ke në shpinë. Si kur gjethet në drum dhe kur të bjen ruku dhe në sejdë, të binë mëkatet që shbin gjethet. Ka një personi ka thonë, Assalamu alaikum, thot 10 Muhamedi alayhi salam. Thot Assalamu alaikum rahmetullahi, dyti thot 20. Qari treti, thot Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh, thot 30. Kreti jeta e jonë me sevap edhe me të mira. A ka fema më dështore? Sa që na ka mësu, edhe në WC se qysh me bo nevojën. Allahu Akbar. Edhe në WC. Me hi me kom të majtë. Mu këthy kur ta bëjmë nevojën në falë shprejhe nga ana e majtë, që mjekësia ka vërtetu, prostata shtypët, shtrëngohet, nuk mbet urin aty, për mos mu shkaktu prostata, Muhamedi alayhi salam para 15 shekuve na ka tregu, e thonë që mu anu nga ana e majtë. Ku ka fema më dështore se kjo? Ku ka fema më dështore se kjo që e ka zinxhirin transmetues që 1500 vjet? A ka në fe? S'ka. Gjitha fet zinxhiri transmetues është kput vllazni, përveç islamit. Dhe që ky zinxhir, kush e ka mbajt? E kanë mbajt dietarët e hadithit. E njëri ndër ta në çet silsilen, zinxhirin kush është? Është edhe shehu jon. Jo vetë Sheikh Albani, Sheikh Abdul Qadir Arnauti, Sheikh Albani, Sheikh Shuaib Arnauti. Këta janë ulemat, subhanallah, bashkor shqiptarët, që subhanallah paramenati arabi ku ta shkruan një libër, në fund ka me thonë saksoj shqiptari. Atë çfarë do të thonë kjo? Kjo nderim i madh është për popullin tonë. Po këta tonë si din. Tonë nuk i din. Fatkeqësisht. Bile, lëre që nuk i din, po disa edhe hoxhallar edhe e shohin. Ulemat e hadithit, subhanallah. Arab pja din vlerën shqiptarët e tonë të zi, nuk pja din vlerën ulemave të ehli sunnetit. E për atë arsye po them që kjo fe është me zinxhir transmetime. Me bëm ju hiju usulul hadithit, do të thonë bazave të hadithit, çfarë rregulla strikte kanë vënë për pranimin e hadithit, ju kryte kapni kështu me kokën e kapni kështu me dorë. Çfarë rregulla strikta në pranimin e hadithit prej një personi. Ka pas rast në kohën e hershme, një person e ka pas hadithin, vetëm pse e ka mashtru deve një kafsh, el-muhim e rëndësishme një kafsh e ka mashtru, s'ka pas kur gjën në dorë, nuk ja ka marrë hadithin, thot sepse ky po e rren, po e gënjen kafshën, ndërsa ka mundësi edhe mu me më gënjy, nuk e marrë hadithin prej ati. Çto janë rregulla strikte që i kanë vënë ulemaja? E ky din, si shtash, nuk ka shkëputje. Ndërsa fete tjera kanë shkëputje të zinxhirin transmetimit dhe nuk kite
qoftë krishterizëm, qoftë jahudizëm, normalisht janë anulu si shkenca e derogimit, që është anulu si fe me një kohë të caktuar. Pastaj thot, nëse thot, ç'është thot jeta e mirë? Thot Allah subhanahu wa taala, kushdo që bën punë të mira prej ju qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, thot ne thot do t'ja japim një jetë të mirë, vallahi po vllazni. Kushdo që është besimtar, edhe këtë botë ka dhe botën tjetër. Po nëse është edhe i varfër, vallahi ka kënaqësi shpirtërore, kënaqet me dinën e vet. Kënaqet me dinën e vet. Edhe një person që jep Allah subhanahu wa ta'ala, edhe ja shton pasurinë këtë botë, po edhe në botën tjetër ka shpërblim. Në dy anë. E dini rastin e Aishës radhiyallahu anha, kur e ka shkep kurbanin, ka shkep 2-3 pjesë, më shumë ka shkep ndërsa pak ka mbajt për shtëpinë e vet, Resuli sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ato janë tuat. Ato janë tonat. Ato do t'i gjesh në ditën e gjykimit. Por edhe këtu, Allah subhanahu wa ta'ala t'i shton dhe shpërblimi është nga 10 deri në 700. Ndërsa gjynoi veç njët shkruhet. Dhe kjo është mëshira e Allahut. Për atë arsye, na si musliman, kur ta lypim xhenetin Allahut subhanahu wa ta'ala, duhet me lyp Firdausin, edhe normalisht me lyp me mëshirën e Allahut dhe jo me drejtsinë e Allahut. Se me drejtsinë e Allahut s'u ne fitojmë xhenetin. S'më me fitojmë xhenetin me drejtsinë e Allahut. Veç me mëshirën e Allahut. Një sy që e kemi, një vesh që e kemi, ajrin që e thithim, një nuk mund t'ja këthejmë, po thejmë kushtimisht Allah subhanahu wa ta'ala. Shpesh po e potencojnë për dirë se ka qenë një plak gjatë kohës Covidit, tregohet në vendet arabe, edhe ka shku në spital. Edhe ka qëndru disa ditë. Edhe në fund ja kanë dhënë cekin, çmimin e qëndrimit në spital. Dhe ja kanë nisë me kajt, plaki. Thot, që po qanë? Po ta skia? Jo, thot, pasuri kom sa dush. Po tha, sa ditë qëndrova onë në spital, tha, mu dasht me pagu oksigjenin, ato bocat e oksigjenit, a ku janë ato? Ndërsa, në spital, mos themi në spital, po se bocat e oksigjenit nuk ka në spital, por në shtëpi që i ka marë bocat, që ka ble. Edhe thot, mirë, po thot, Allah subhanahu wa ta'ala, që sa vjetun e thithi oksigjenin dhe nuk paguj për atë oksigjen. Për atë arsye letë kërkojmë me mëshirën e Allahut, Allah me na dhon xhenetin dhe jo me drejtsinë e tij. Se me drejtsinë na jemi në fund të pusit. Nuk mund me falendëru Allahun atë sa duhet ta falenderojmë. Po ashtu është një rast transmetohet, disa historianë transmetojnë rastin e Hafidh ibn Hajirit, i cili ka qenë gjykatës në Egjipt, vllazni. Edhe rrugës me atë karrucën e vet, edhe e sheh një çifut egjiptas, një jahudi egjiptas. Edhe e nal. Ai kishte shit vaj. Edhe trupi i tij apo rrobat e tij ishin bërë pista. Edhe thot, nalë, thot, atij gjykatësit, thot pejgamberi ju i thot, ka thonë që dynjoja është burg për besimtarin, thot. Ndërsa thot xhenet për jo besimtarin. Unë s'pe shok të ti. Unë s'pe të shok burg që ti i pasën. Që qëfar veshje ki. E për mu, po thot është, qka? është xhenet për jo besimtarin. Qëfar xheneti? As peshe unë qëfar gjendje jo me? As peshe qëfar gjendje jo më në të pisë kështu edhe xheneti po thu për mua? Ka thonë Muhamedi a.s. Thot nëse e krason me botën tjetër, besimtari, burg është për nekja. Mirë, po nëse ti e krason vetin me xhenemin, çka është? Xhenet është për ty. Kur gjë nuk është kjo për. Në krahasim me botën tjetër. Pastaj thot pra besimtari është me një mirësi të madhe, cila do të qoftë gjendja e tij, sepse ka fituar dynjon dhe ahiretin, ndërsa jo besimtari është në mjerim dhe fatkeqësi, sepse ka humbur dynjon dhe ahiretin, dhe Allah subhanahu wa taala e dini krejt kur e lexojmë ajetin kuranor wal asr innal insana lafi khusr. Pasha kohën. Dhe kjo i takon vetëm Allah subhanahu wa taala me u betu në krijesat e tij. Neve nuk na takon mu betu përveç Allahut subhanahu wa taala, ai betohet. Çështja e tij është. Thot innal insana
lafi khusr, me të vërtet njerëzit janë në humbje. Pse mas pari po thot në humbje janë. Pastaj po thot illa alladhina amanu. Përveç atyre që besuan, wa amilu salihat, dhe që bën vepra të mira, wa tawasaw bil haqq, çka? Këshillojnë njëri tjetrin. Ne nuk kemi sikur fe tjera që nuk këshillojmë. Urdhërim për të mirë dhe ndalim nga e keqja na e kemi. Nuk themi na sikur një thënie e urtë shqiptare që thot secila deli me lidhet për komt e veta. Po, veç kur të hyp aty shoferi impir me alkool, nuk i thushti që secili për veti e ka. Po se lonsh më kon shoferi yti, sepse i merr në qafë 50 vet aty në autobus. Ata arsye na kur ta shohim një të keqe vllazdi, duhet mja tërheq vërejtjen në mënyrën më të mirë. Sepse Muhamedi alayhis salam ka thonë me një hadith, thot kur Allah azza wa jall dëshiron me ndëshku një popull. Ki po çdo LGBT-të, këtë që po dalin. Alhamdulillah, këtë musliman besimtar, por reagojnë me atë sa kanë mundësi. Ç'është është hadithi, nëse ki mundësi, heke me dorë. Me dorë a kemi mundësi na jo, pushteti e bën këto. Po pushtet s'ka na shkojmë te kategoria e dytë dhe flasim. Hadithi thot Muhamedi alayhis salam, nëse dëshiron Allahu me dënu një popull, ç'a bën? Vjen me laça me dënu një popull. Edhe këqyr njerëz të u fal. Filoni po falet, filoni po falet, filoni po falet. Kthehet tek Allah subhanahu wa taala. Ja Rab, pas ka njerëz që po ta adhurojnë ty. Thot nisja prej aty me mas pare, thot Allah subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah që është e rrezikshme për neve. Na duhet me fol kundër të keqes. Kur po them duhet me fol me urtësi, me maturi, me kategorizu njerëz. Jo veç hajtë thash hakun. Nëse e flasim, atëherë dëshmoj ja Rab se na e tham ata që kemi mundësi, që patëm mundësi. Po edhe nëse nuk ki mundësi me gjuhë, me shpreh, atëherë thot qalbihi, thot me zemrën, me urrejt. E shtrohet pyetja, nëse edhe pas zemrës nuk ki urrejtje ti, çfarë imani ki ti atëherë? Nëse edhe me zemrën nuk e urrejt një të keqe, atëherë ki problem këtë çështje. Andaj, flisni atë sa keni mundësi, se cili bari është përgjec për kopejën e vetë. Na jemi përgjec për ko? Për gruan dhe fëmijët. Unë jam përgjec për një xhamat caktuar. Filoni është përgjec për aty ku punon. Se cili mos ti përzim kompetencat. Kur ti përzim kompetencat, atëherë bëhet një mishmash që nuk mundesh ti me ndryshu, vetë se mundesh me bo sherrë fatkeqësisht, apo disa nga të parët të mirë kanë thënë sikur ta din mbretërit. Thot dhe pasardhësit e mbretërve, lumturinë që e ka besimtari, do të na luftonin, thot, me shpatat e tyre. Allah i ka besimtari lumturi. Nuk e din jo besimtari çfarë kënaqësie shpirtërore kanë besimtarët. Çfarë qetësie shpirtërore kanë besimtarët. Me imanin e tyre që e kanë. Kënaqen me Allahun subhanahu wa taala. Nuk i mbështeten dikuj tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. I bim 5 herë në sejdë Allahut azza wa jall. A ka kënaqësi më të madhe? Kujt po i bish në sejdë? Po i bish krijuesit në tënd. Po i bish në sejdë që dëshiron me taku ato në ditën e gjykimit. Në ditën kur Allahun subhanahu wa taala kemi apo ftyrën e tij. Atë ditë do të ketë ftyra të ndriçuara duke parë Allahun. Allahu akbar, kënaqësi më e madhe. Nuk ka kënaqësi më të madhe për xhenetliun vetë se kur ta sheh Allahun azza wa jall. I harron të gjitha të mira që e ka dhënë Allahu azza wa jall. Është kënaqësia më e madhe, nuk ka kënaqësi më të madhe se sa takimi me Allahun subhanahu wa taala. Pastaj thot kthimin sunetin të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, thot normalisht suneti i pejgamberit alayhis salam është trashëguar dhe ruajtur. Kush e kanë ruajtur vllazni? Nëpërmjet njerëzve, nëpërmjet burrave të sinqert e kanë ruajtur këtë din. E kanë ruajtur kush? Ulemat e hadithit, siç tham. Me shkencën e xherrit dhe ta'dilit, kritikës dhe lavdrimit, kanë thonë ky bën, ky s'bën. Pse për shembull na herë dalim edhe kritikojmë, edhe pse jo tërkohën, apo na herë kritikojmë ndaj thirrës, ndaj sen që bën dome për me ruajt dinin, s'fundi që tash i dul ky Imran Husseini, ka nisë të shqip me e përkthy.
Jo Rusia, jo Irani, jo ku e diuni, jo filon shteti, jo ka dalë dëgjalli, jo s'ka dalë dëgjalli, jo ane, jo këni. Po du të me folë, vëllazni. Na flasim përdesa po përkthehen ligjëratat e tij. Vallaj na I kemi o gjallartë, alhamdulillah, sidomos ta në Medinë që e kanë kry, e në vendet arabe, kemi o gjallartë, mdhej kemi. Dhe kemi o gjallartë ditur, doktorat, fesë, që shumë janë të përgatitur. Nuk kemi nevoj për përthirësa të tillë, subhanallah, një qitë në për internet, a me I përkthy ato, me bo konspiracionet ndryshme rreth fesë Allah subhanahu wa taala. Edhe ma keq që është, kur nuk bazohet, I kom dëgjuar disa ligjërata, kur nuk bazohet tek dietarët e hershëm, tek mufesirët, tek komentatorët e Kur'anit. Po ky ajet po ma merr mendja mu kështu. Po nuk është ashtu të vëlla. Kjo fe ka zinxhirin e vet. Ky ajet për çka ka zbrit? Ka zbrit Mekke, ka zbrit Medine. Sahabiu e ka ditë për çka ka zbrit. Pse nuk e merr tefsirin e Ibn Kathirit, Ibn Abbasit, Taberiut, Sadit, këtynve? Pse nuk e marrin? Ti me kokën tënde I bën dome dhe I fut muslimanët në fatkeqësi. Apo mirë, po dikush mund të thotë edhe ato thënie të sajuara në emër të profetit, normalisht duhet me sqaruar siç tham, po dikush mund të thotë ti po thu që duhet me pasu Muhamedit a.s. Po me dhebeve çka më bu? Me dhebe Hanefi, Shafi, Maliki, çka më bu tash këtyve? Shëthimini thotë mos të keq kuptohet që unë jam kundër me dhebit. Sepse këta janë alimat mëdhej. Problemi është tek fanatizmi ndaj një mendimi. Mos me bo din një metheb që nëse, për shembull, methebin Hanefi nuk ka namaz të shiut, metheb Shafi ka namaz të shiut. Për shembull, a dini që vonë ju kom tregu në Qabe është fal 4 herë xhumaja. Sipas 4 methebeve. Kjo gabim është. Këtë janë musliman. Për shkak të ijtihadit të disa meseleve. Methebi Hanefi thot, nëse del gjak, prishet abdesti. Methebi Shafi thot nuk prishet abdesti. Atëherë kur vjen një xhamatli, edhe thot ky metheb Shafi, po ndoshta thot ju ka prish abdesti, qysh mu falu namaz atij? Qysh mja po tash këtë mesele? Thot s'po fal namaz atij. Kjo është mesele e fikut. Mesele që ka nevojë trajtime muçtehidët dhe nuk ka asnjë problem. Mundesh më fal pa asnjë problem. Për atë arsye ne themi, nuk I bëjmë fanatizëm me thebet. Më thonë, din mi bo kështu që të palevis, sepse është alema I dietar është, gabon. Idha sahah al hadith, fa huwa madhhabi, kanë thonë, nëse hadithi është sahih, ajo është mendimi im. Ebu Hanifja, Shafiu, Maliku, edhe, mirë po nuk themi mos mi mësu me thebet. I mësojmë me thebet, po nuk fanatizomi nëse e shojmë një mendim tek dietarët e tjerë. Po ashtu, pik tjetër është, një nga çështjet kryesore me të cilët duhet të përqendrohet ky zgjim është edhe dia. Bile, kjo dia thot Allah subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Shiko, Allah po thot anzalna ilayka dhikra. Ne zbritëm thot dhikrin. Dhikr është Kur'ani vllazni. Litubayyana lin-nas. Që tu asqarosh njerëzve ajo çka po ju zbritet, suneti. Që tu asqarosh është suneti. Sepse Kur'ani nuk mundesh me kuptu ti pa sunet. Nuk e din kur ka zbrit, si ka zbrit, kush ti ka tregu këto? Muhamedi a.s. ti ka tregu. Dalin disa Kur'aniun sot, edhe thot nuk kemi nevojë për Kur'an, për sunet, apo? Përmendo, ai fol 3-4 sahat, për me mbind mu që s'bën me pasu sunetin, e une kur t'ja sjelli, kush je ti me ta marr fjalën tonë, mos m'ja marr Muhamedit a.s. Në çato 2-3 orë që ka shpjegu Muhamedi a.s. unë ty me ta marra, është një turqim do këtë eminaja, jo s'po di që pa të eblin, 30 vëllime I ka shkrujt për mos me pasu sunetin e Muhamedit a.s. 30 vëllime. E qysh falesh Allati? Qysh falesh atë kalzëm? Reqate qysh I dalë? E në haqë qysh kimi abodi? E mos me folë kundër këtyme? Le, se zban, mos bën përçarje, po tamam në rregull, na jemi kundër përçarjes, mirë po në disa aspekte janë disa vija të kuqe që s'mujmë ne mi toleru ato. Nuk mujmë mi toleru. Se nuk është feja babës temaja. Ajo është feja Allahut subhanahu wa taala. Se ti nuk flet, vjen dikush tjetër edhe flet. Pastaj thot Buhariu bile kur e ka
bën kapitullin e tij në Sahihun e Buhariut, mas pari e ka qit një kapitullin e dijes para fjalës edhe veprës. A dini që dija ka shumë rëndësi. Dija ka shumë rëndësi. Allahu në Kur'an e ka potencu mas pari dijen para la ilaha illallah, para shahadetit vllazni. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë përpas Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka zot tjetër përpas Allahut, nuk ka të adhuruar me të drejtë përpas Allahut. Dije, i ka kushtuar rëndësi dijes, sepse pa dije ti adhuron Allahun me kokën tënde. Andaj maksimalisht mundohuni vllaznit mishti me lexu. Nëse s'mundet me lexu, se ka vllazni që s'mund me lexu, s'paku dëgjojeni ders. S'paku dëgjojeni ders, që më konë në rjedha më konë, sepse sulmet janë aq të mëdhaja vllazni. Në tanaon janë sulmet që njeriu, që ka thonë Muhamedi a.s. flan si besimtar, qohet në sabah jo besimtar. Allahu Akbar. Qohet o vlla, sepse ti notën tama para se me flet, ke flet se besimtar, qohet në sabah 7 saati, hish në Facebook, aty e shen një lajm, nga padituria bën kufër. Zden. Dhe për atë arsye kanë thonë disa prej selefëve, disa prej dietarëve të hershëm, kanë thonë shejtani më shumë tutët friksohet prej një dietari se sa ndaj 1000 adhuruesve. Pse? Se 1000 adhurues i bën për vite për një veç një dyshim ja futë ose s'dit me përgjigje. E ndaj dietarit nuk ka fuqi. Se din mja kthyaj mënyrën më të mirë. Edhe për atë arsye njerëzit e ditur, njerëzit e fush çdo aspekt, edhe historianët, edhe hoxhallarët, edhe çdo aspekt, kur fusin dyshime duhet mja kthy dyshimet, sepse lufta është e madhe. Lufta është e madhe. Qoftë nëpër media, Sheh Sali Ali Sheikhi thot, shfrytëzoni gjitha mediat. Qoftë mediat sociale, Facebook, TikTok, Kuedione thot, Instagram, gjitha shfrytëzoni. Mediat që në publike, shfrytëzoni për me tregu të vërtetën tuaj. Nëse Allahu të ka dhënë, po edhe një sen, nëse Allahu të ka dhënë urtësi dhe të ka dhënë sabër me bot dil me bot debat. Ama nëse s'ka dhënë sabër mos dil me bot debat. Se sherrin për ja shojmë disave. Ama disa vllazni ka që dalin debate, vallahi janë të motor. Edhe ka dale. Kundërshtarin e myt ky. Se s'ka mundësi ai ty me të prek në atilin që ti me dal jashtë kontrollit. Edhe thot që Udhejmini, nëse e din, e ki të vërtetën me veti, mirë po nga debati ti mundesh me dal humps dhe tek masa e gjon, ti ndikon gabimisht, ma mirë mos del. A je i but, je i urt, me fakte, kada ka dale, del. Allah të koftë. Edhe duhet me bo, sepse diku duhet me dal me fol. Ulemat kanë thonë, nëse me një media, me një gazet, me një Kuedione shahët feja Allah subhanahu wa taala, dil edhe demantoje atë sharje, sepse ti je mujahid inshallah në rrugt të Allahut, je luftëtar për ta mbrojtur dinin e Allahut subhanahu wa taala. Në të kundërtën, s'tu ka dhënë mundësia apo nuk e ke atë aftësi për me dal, atëherë mos del vllaja. Vallahi me piskat nuk bën me dal muslimani aty, me piskat nëpër media apo Kuedione nëpër debate, sepse edhe pse qesim pi kontrollit në ato debatet, po lum ata që mund me bë sabër. Lum ata që mund me bë sabër edhe për hapin dinin e Allahut azza wa jall në mënyrën më të mirë. Thot ne shohim se shumë prej vëllezërve të cilët i ka përfshirë ky rigjallërim veprojnë të shtyr nga emocionet fetare, gjë e cila padyshim është e mirë, po nëse që ky emocion fetar nuk mbështillet apo nuk shoqërohet me dituri, kur gjë nuk ki bo, përveç se ke shkaktu dome, edhe thot çfarë secili prej nesh duhet me marr fjalën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ku thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, bellighu anni walau aya, transmetoni prej meje qoftë edhe një ajet. Nëse e din vllai jam, mënyrën aty mos e fut kokën ku nuk e din. Çështjet madhore mos e fut. Sepse nuk e ehl për atë punë. A din me marr abdest, kallxoj gruas tonë që me marr abdest. A din një mesele me ajet me hadith, transmetoja. Po në gjërat ku ulemoja s'kan mujt misharu, e na këtu misharu nuk bën, dhe thot për cilët po ashtu dije të sakt
të marrë nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit alayhis salam, çdo dije që merret nga ky burim përveç Kuranit dhe sunetit është devijim dhe humbje, saqë Ibn Abbasi transmeton, thot edhe pak thot mund të bien gur nga qielli. Unë tha po të them, ka thon Muhamedi alayhis salam, ti tha po më thu, ka thon Ebu Bekri dhe Omeri. Subhanallah, djali i Hoxhës pejgamberit alayhis salam po thot për dy njerëzit më dashur dhe dy njerëzit më të afërt Muhamedit alayhis salam. Po përkundër kësaj, para fjalës Muhamedit alayhis salam, as Ebu Bekri as Omeri nuk vin. Thot unë kam frikë se kam ra gur nga qielli. Unë po them, ka thon Resuli alayhis salam, ti mu po më thu, ka thon Ebu Bekri dhe Omeri. Çështje e rrezikshme. Po ashtu thot Allah subhanahu wa ta'ala, le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhën e pejgamberit alayhis salam, se ka për t'i zënë një fitnë. Ka për t'i zënë një fitnë. Çfarë fitnë? Imam Ahmedi thot, ka mundësi më kon kufër apo shirk. Sepse ti e transmeton një hadith, një fjalë të Muhamedit alayhis salam, ai s'do me ni. Veç para më në vitin. E ki Muhamedin alayhis salam përpara, edhe po ta thot një fjalë, o ti spjavoj zhveshim. Hajde. Njëta gjë është edhe nëse një vëlla thot, ka thënë Muhamedi alayhis salam dhe e din që është sahih, nuk është daif, nuk është i dopt. Nalu vëllai jam, nalu. Po qoftë edhe një fëmijë nëse ta thot. Nalu se je duke kundërshtu fjalën e Rasulit alayhis salam që në mënyrë indirekte, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dhe nuk folaj nga vetvetja, përveç se çka do çka i shpallët, çështje rrezikshme. A e dini rastin e një personit i cili ka ngrënë me mburje me dorën e majt. Edhe ka thënë mos ha Resuli sa me dorën e majt. Ha me dorën e djathtë, ka thënë. S'majen e gabo. Si lloj kundërshtimi me bo. A dhe që ka thënë Muhamedi sa ka thënë mos mundsh, ju ka paralizu dora. Sepse nga inati dhe ai kundërshtimi ka dashur me kundërshtu fjalën e Muhamedit sa. Por rastin në kohën e betejës Uhudit, veç për një urdhër vllazni, e humbën betejën. E humbën betejën. Muhamedi sa në luftën e Uhudit, betejën e Uhudit, ju ka thonë 50 shigjetarëve. Ata që kanë shku në numrën Haç e din atë kodrën e Uhudit, aty kanë qenë muslimantë. Edhe ju ka thonë mos zbritni çfarë do gjëje që të ndodh, mos zbritni poshtë. Kanë bë betejën, kanë mendu që fitun, edhe harun fjalën e Rasulit sa zbritën poshtë, me marrë plashkën e luftës. Nga fletëron, atëherë nga ana e kundërt ju dolën idhujtarët, mushrikët, edhe humbën betejën. Për një fjalë. Për një fjalë, vllazni, për një fjalë. Subhanallah. Sa i kundërshtojmë na, vallahi është i mëshirshëm Allahu, ndaj ne shumë është i mëshirshëm. Sa kundërshtojmë na, ki kundërshtime ti edhe në xhami, nëse e praktikon një sunet, kundërshton, po inshallah shpresojmë tek Allahu, nga padituria e kanë, nuk e kanë nga inati, e tjenë të folur tek Allahu subhanahu wa taala. Por edhe e dyta, edhe na kemi na fajtori jemi se sillemi me ashpërsi. Një plak i cili 56 vjet po fal namaz vllaja. Mu qu, vëllaj kemi pas në maherët vllazni kur shkeshin të plesh 56 vjet, i kam bo disa bidate, disa gjëra. S'ki namaz ti? Më për që shi thosh me plakit s'ki namaz? O përse kur si ka up tekbiri fillestar ati plakit? Si ka up tekbiri fillestar? Qa që ka ditaj, subhanallah, e ka majt fil, në komunizm e ka majt. Bënja dëbut, të lehtë, apo të knaqën thinë Allah subhanahu wa taala. Që ti ku falën mune të Hoxhalirim, atë Lirim Sadikoj. Tha, na dojnë pleq tash, sërzisht na dojnë. Silëm i mirë, sa një qes dorën, në i këni. Që mi mjekër jam. Sa ajo po, shikimi para, do në mjekra, për njerë këta, për s'kanë faj, mediat me bëjnë të vetën. Si të shemë e mjekra, i thot, i si sa t'jenartë, për njerë, se ja lidhë. Në herë kur pi shikoj do dokumentare, subhanallah, ose janë shumë të meqëm këta që i bëjnë këto dokumentare kundër islamit, ose veç hajtjesht pe bëj. Flet për ekstremizmin, terrorizmin, ISIS-in, kret, në prapavijat, në blur, në kamirë që i thënë blur, mrapa e qëtë minarë. Apo kuptan? Që ka të bëj minare, Allah? Që ka të bëj minare? Gjamia. Edhe tash, një njeri i cili nuk e din fin,
e sheh mjekrushin, e sheh besimtarin, i sheh këto edhe nënën tjetër e sheh edhe e sheh minarën. Tash, në psikologji diçka mësohet që është dia edhe ndërdia. Vetdia dhe ndërdia. Tash vetdia, dia, ku e dione e merr për një herë çdo që është përballë. Ndërdia e vjedh informacionin pa e ditë. Hiç pa e ditë. Ndërdia e vjedh informacionin që e ka mblur mbrapa që e ka. Po është tjellë për me kuptu ma mirë. Po si ndodh tash kjo? Nëse tash një person, pasi që e ka po dokumentarin, edhe vjen e sheh Adnanin, fap mjekrën. I kujtot dokumentari mjekrës, ndërsa ndërdia ja qet me njëherë që aty ja qet ka, ja qet minarën. A, thot xhamia, largoj për xhamisë. Që shpunajnë këto? Tash nuk pe di. Ose të meqem janë shumë i bëjnë këto sene që ashtot, ose në mënyrë pavetdijshme i bëjnë. Nëse i bëjnë kështu, dhe më thonë, me vetdijet plot, atëherë kogja të meqem janë. Po punajnë. Vesh një sen, po thomë, sa luftohet Islami, subhanallah, mu luftu në ideologji tjetër, e kishin qërënjoz me pitokës. Fallaj kishin qërënjoz me pitokës. Sa për sulmen Islamin, që është me shumë për pravet. Alhamdulillah. Para 20 vjetë nuk ka qenë kjo rinjalli e madhe. E pas 10 vjetë, pas 20 vjetë, e rëndësishme o inshallah, na jemi karvan të këti dini me lene Allah subhanahu wa ta'ala, subhanaka Allahumma, ve bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk, Allahu ju shpërbleft.